Ishulli i Sazanit, një gur i vogël mbi detin Adriatik, quhet parajsa e tij. Ai është mbretëria e gjarpërinjve, krimbave, zogjve dhe madje thonë edhe disa rinj që shijojnë livandën e egër dhe pishat 300 vjeçare. Verën disa turistë nga Vlora zbarkojnë aty, 2 orë not në një plazh të gjatë para se të lundrosh deri te shpella e Haxhi Alis. Një pirat që në shekullin e 17 fsheu aty thesaret e tij me monedha ari, një lloj katedrale jetëtare që është bërë stre e breshkave të detit. Prej disa muajsh ai është quajtur Ishulli i Trump, një vend i çuditshëm ku është ndaluar të shëtisesh jashtë plazhit të madh. Për 60 vjet Sazani ka qenë një bazë sekrete ushtarake, nga e cila sot kanë mbetur vetëm disa bunker të rënuar dhe mira mina. Enver Hoxha ishte veçanërisht paranojak. Diktatori komunist që sundoi Shqipërinë për gati 4 dekada, kishte frikë nga zbarkimi i italianëve, jugoslavëve dhe amerikanëve, e madje edhe rusëve. Ai kishte vendosur aty ushtrinë e vet të vogël. Kur regjimi u rrëzua në fillim të viteve 1990, Sazani u bë një tokë askujt, ishulli i fundit i pabanuar i Adriatikut. Dashuria me shikim të parë e Ivanka Trumpit dhe bashkëshortit të saj Jared Kushner për Sazanin është tashmë pjesë e historisë lokale. Kjo ndodhi 4 vite më parë. Çifti po kalonte pushimet në Greqi bashkë me fëmijët e tyre. Në Tiranë, kryeqytetin e Shqipërisë, ku ndërrohet ndërtimi i hoteleve luksoze, u shfrytëzua rasti menjëherë. Auron Tare, ish arkeolog dhe drejtori i Agjencisë Kombëtare të Bregdetit të Shqipërisë, përgatiti një vizitë disa ditore për çiftin Trump-Kushner dhe disa investitorë të tjerë potencial, si Nasser Al-Khelaifi, presidenti i Paris Saint-Germain dhe një biznesmen nga Emiratet e Bashkuara Arabe. Një helikopter dhe një jahtë madhështor u vënë në dispozicion të grupit të vogël. Auron Tare i njeh të gjithë vendet më të bukura të zonës. Ai u tregon vilën e mrekullueshme që ka ndërtuar George Tenet, djali i emigrantëve shqiptar dhe ish drejtori i CIA-s nën Bill Clinton dhe George W. Bush. Ai organizon një drekë në restorantin më të mirë të peshkut në zonë, me mikpritës ish bashkëlojtarin e tij të basketbollit, Edi Ramën, kryeministrin e Shqipërisë. Rama në pushtet që prej vitit 2013 është plot humor, me një stil të ngrohtë mesdhetar, i thjeshtë dhe njohës i mirë i Donald Trumpit. Operacioni është i përkryer. Ivanka Trump dhe Jared Kushner flasin hapur për atë çfarë mund të bëjnë me ishullin që Shqipëria është gati t'ua jap. Ata angazhojnë arkitekt dhe avokat. Vitin pasues, Kushner kthehet vetë në Shqipëri. Me partnerët e tij, ai është gati të investojë më shumë se $1 miliard, jo vetëm në Sazan, por edhe në gjirin përballë, në një sipërfaqe gjigante toke në veri të Vlorës, e cila sot është e pandërtuar. Vitin e kaluar në dhjetor, një muaj pas rizgjedhjes së Donald Trumpit, Kushner nënshkroi një parakontrat për një qiran 99 vjeçare. Dashuria e Ivanka Trump për Sazanin është glamuroze, por mbi të gjitha është një histori parash. Jared Kushner nuk është as pak investitor naiv. Grupi i tij me qendër në Miami ka disa miliarda dollar asete në mbar botën dhe veçanërisht në lindjen e mesme, ku sauditët janë partner dhe aksioner kryesor. Një nga njerëzit e tij në Ballkan është Richard Grenell, ish ambasador amerikan në Gjermani dhe i dërguari special i Trumpit në Serbi dhe Kosovë. Grenell ka negociuar gjithashtu një tjetër blerje në rajon, një blok ndërtesash në qendër të Beogradit, që ka qenë ish selia e shtabit të ushtrisë serbe bombarduar nga NATO në 1999. E ardhmja e kullës Trump, siç do të quhet, është ndërrimi në një hotel luksoz, qendër tregtare dhe apartamente të shtrenjta. Për t'i dhënë truallin Kushnerit u miratua një ligj special dhe ndërtesës i hoqën statusin si pjesë e inventarit kombëtar të trashëgimisë kulturore. Në Beograd, zyrtar dhe aktivist janë të zemëruar. Radovan Kupres, themeluesi i CRTA-s, dhe Robert Kozma, deputeti i gjelbërve, kritikojnë korrupsionin dhe dhënien e tokës në mënyrë të dyshimt. Për Kozma, dhënia e truallit për dhëndrin e Trumpit është një shembull i nacionalizmit të rrem dhe i favorizimit të interesave të huaja. Shumëzimi i projekteve të pasurive të paluajtshme me Kushneri nuk është rastësi për Serbinë dhe Shqipërinë. Ai u mundson qasjet e investitorët e lindjes së mesme dhe pranë shtëpisë së bardhë. Ndryshe nga mandati i tij i parë, sot ai nuk ka një rol zyrtar, por është i fuqishëm dhe ndikon edhe në negociatat për Ukrainën dhe lindjen e mesme. Në Tiranë, Elira Kokona, drejtore e një agjencie shtetërore për shitjen dhe valorizimin e pasurive shtetërore, menaxhon projekte të rëndësishme, përfshirë ishullin e Sazanit dhe ish pallatin veror të Enver Hoxhës. Negociatat janë profesionale, nuk jam unë që jap dritën jeshile, shpjegon ajo. Deri tani, ajo ka komunikuar vetëm me Brian, përfaqësuesin e Kushnerit në Shqipëri, dhe e ka takuar Kushnerin vetëm një herë në një restorant.